Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave tonë të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen dhe nënshtrimin i shprehim atij. Zotin tonë e falenderojmë prej tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet, mirësi, begati, dalje nga çdo sfidë, realizim të synimeve, qëllimeve dhe nevojave tona në jetë. Vetëm prej tij kërkojmë. U dërgojmë selavatë dhe selamet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhelle shanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, atë të cilin e ka veçuar dhe i madhi Allah te bareke ve teala, pejgamberin ton të fundit, krijesën dhe njeriu më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. Ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhelle shanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne besimtarve musliman që me shumë krenari dhe me përullësin më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, ka përcaktu për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, në këtë ditë madhe, në këtë vend madhështor, do të shoqërohemi me një porosi të Zotit te bareke ve teala nga surja At-Taube. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu na është drejtu duke na thonë Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Allahu po thot, numri i muajve tek Allahu është 12 prej ditës kur Allahu xhelle shanuhu krijoi tokën dhe qiellin. Yawma khalaqa samawati wal ard. Pra, numri i muajve në librin e Allahu xhelle shanuhu është 12. Yawma khalaqa samawati wal ard, prej ditës kur Allahu i ka kriju tokën dhe qiellin. Minha arba'atun hurum, 4 prej tyre janë të shenjtë. Dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusahum. Dhe Allahu xhelle shanuhu po thotë, ky është besimi i drejtë, prandaj mos i bëni padrejtësi vetes në këta 4 muaj. Për të na sqaruar se cilët janë këta 4 muaj të shenjtë, të cilët Allahu xhelle shanuhu i ka përmend në këtë pjesë Kur'anit të bekuar, ne ka sqaruar pejgamberi Allahut alayhi salatu vesselam në një hadith ku po thot, viti i ka 12 muaj, 4 prej tyre janë të shenjtë, 3 janë radhazi, Dhulqa'de, Dhulhijje, Muharram edhe muaji i Rajab para Ramazanit. E ne jemi në muajin Muharram, që kalendarikisht është muaji i parë i kalendarit honor islam. Dhe për të kanë ardhur për këtu hadithe, këtu porosi, ky ajet i Kur'anit për shëjtrin, për mirësin që ka ky muaj dhe që është në rangun, në mesin e muajve të shenjtë të Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Ne nga një herë kur po i shpjegojmë këtu, po kem ka herë pyetje, po pse o xhefendi këtu nuk është Ramazani? Se nuk është prej këtyne 4 muajve Ramazani. Ramazani është muaj madhështor. Ai nuk është prej muajve të shenjtë. Është muaj madhështor. Është muaj i bekuar, është deri në fund.
E Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu besimtarin e tij mos me elon më umërzit prej Ramazanit e në Ramazan, na ka qu edhe data, edhe momente, edhe raste her pas here që ne me mbet gjithmonë në lidhje me adhurimin, me ibadetin, me Allahun, me faljen, me mirësin, me kërkim falje, me kërkim shpëtimin, me ofrimin të Zotit, te bareke ve taala. Dhe kryesisht i ka dalue 3 herë ka 30 Zoti xhelle shanuhu. Atje te muaji i Ramazanit e kemi komplet muajin e veçanërisht 10 netet e fundit muajit Ramazanit, që janë të dalluara. Tani i kemi te Kurban Bajrami 10 ditët e Dhulhijhes, që edhe ato janë ditë shumë të mira, shumë të vlefshme, dhe tash me njëherë mas tyre i kemi këto 10 ditët e muajit Muharrem, për të cilin pejgamberi ma vënë në një hadith tjetër po thot, muaji më i miri në të cilin është për me agjëru më së miri mas Ramazanit është muaji Muharrem. Pra agjërimi më i mirë që mund me bo njeriu mas Ramazanit është agjërimi në muajin Muharrem. Sa që një pjesë e dietarëve kanë pretendu që ta lejojnë përveç Ramazanit edhe muajin Muharrem me agjërue të tërin. Edhe pse unë personalisht nuk e preferoj që të ngrisim në nivelin e Ramazanit, sepse ka shumë hadithe, ka shumë porosi, ka shumë tregime të sahabëve të pejgamberit alayhi salam, se pejgamberi i Allahut nuk e ka agjëru asnjë muaj tjetër komplet përveç Ramazanit. Mirë po, nga hadithet, nga porosit e ndëgjuara nga pejgamberi alayhi salatu vesselam për muajin Muharrem, për këtë muaj në të cilin jemi, kanë orë deri në atë nivel sa kanë thonë me pos mundësi edhe të tërin me agjeru për shkak të këtij niveli që ja ka dhonë pejgamberi alayhi salatu vesselam. Mirë po, bile të paktën në një prej këtyre ditëve, e sidomos ditën e 10 që ndryshe quhet edhe dita e Hashuras, dita e Hashurës, por një këshill dua të ua përcjelli, kjo nuk duhet përzi me ditën e Hashurës së dervishlerëve. Nuk kemi të bëjmë me Hashurën, me datën e tarikateve atje që kanë tek lufta te lufta e Çerbelas. Kjo nuk ka të bëjë me ato. Ne kemi të bëjë këtu me ditën e 10 të muajit Muharrem, që sipas një tregimi të pejgamberit alayhi salatu vesselam, kur e ka bë pejgamberi Allahut hijretin, shpërnguljen që daton në këtë kohë prej Mekës në Medinë, kur ka shku në Medinë i ka gjetë njerëzit atje duke e dallu, duke e veçu, duke e agjërue ditën e 10 të muajit Muharrem. Dhe i ka pyet, pse po e agjëroni këtë ditë? Pse po e veçoni? Pse po e dalloni këtë ditë? Kanë thonë, kjo është dita kur Zoti e ka shpëtu Musen alayhi salam prej faraonit. Prandaj thot na e veçojmë, sepse na jem pasardhësit e Muses, e Mojsiut, të jehudive. Dhe shej falënderimi para Zotit për Musen që e ka shpëtu, na e agjerojmë këtë ditë.
Po pejgamberi jonë thot, ne si islam, që e kena obligim me i njoft, me i respektu, me i nderu dhe me i besue të gjithë pejgamberet e në mesin e tyne dhe Musën alayhi salam, thot na kena drejt ma shumë se çdo kush tek Musai alayhi salam. Thot edhe vitin tjetër, edhe na kena me agjeru këtë ditë. Mirë po, për me dalu e pak, mos me ju përngjo krejt, jehudive thot na kena me agjeru ose një ditë përpora, do me thonë ditën e 9 dhe 10, ose 10 edhe 11. Mi bo 2, ose të 3, 9, 10, 11. Dhe thot pejgamberi alayhi salam, kush agjeron këtë ditë, shpresoj të Allahu xhelle shanuhu, të Zoti i bodëve, që ja fal mëkatet e një viti. Prandaj, ne jemi në këtë muaj të bekuar, në muajin Muharram, me dallu, me veçu, me vepra të mira, e sidomos me ndonjë ditë agjerimi, ani pse jemi në ditët e gjata, jemi në muajin, në momentet kur ditët më të gjata të vitit, mirë po, nuk janë këto ditë më të gjata se ditët e ditës së gjykimit, nuk janë më të gjata se ditët e ahiretit, nuk janë më të gjata dhe nuk janë më të dhimbshme dhe nuk është më zheg se ditën e gjykimit kur pejgamberi Allahut ka thonë dielli që është me mijëra kilometra larg neve sot, atë ditë do të jetë vetëm një plom mbi kokat tona. Eri kujtojmë edhe një herë, nuk është prall kjo një null, mi shti fëmin në gjumë, është fjala e pejgamberit alayhi salatu vesselam, më të doshunit Allahut te bareke ve teala, i cili ka thonë ditën e gjykimit, dielli do të afrohet afër kokave të njerëzve vetëm një plom. E hije ne do të na bojnë çito vepra. Agjerimi në i dite, sadoka, lëmosha, largimin nga mëkotet, largimin nga gjunohet, afrimin e vepra të mira, thirrja për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, e shështën me radhë. Allahu xhelle shanuhu na i mësoft me e veçu, me e shfrytzu këtë muj dhe të gjitha muj dhe të gjitha datat dhe të gjitha rastet që i kemi për pendim, për rikthim, për lutje Allahun te bareke ve taala, më na fal, më na shëru, më na mëshiru, më na udhëzu fëmijën ton, më na i mbrojt familjet e tona, më na i mbrojt këtë dhe, këtë këmbë tonin, këtë atë dhe tonin, prej armiqve, prej atyre të cilët as ditën as natën nuk flajnë, që më na bo dëm neve, mi bo dëm veni ton, mi bo dëm fesë ton, mi bo dëm atë dheu ton, mi bo dëm familjeve tona, fëmijëve ton, kësaj rinie të pastër që e kemi, Allah na i mësov me rujt e me mbrojt ja Rabbel Alamin. Sadakallahu al-azim.